Atmosfera Krishtlindjes vjen si çdo vit e veçantë në fshatin Hajmel të bashkisë Vaudejës. Të rinj e të reja, banorë të gjitha moshave bëhen bashk për të sjellë Betlehemin e gjallë, që na rikthen pas në kohë, momentin kur lindi Jezu Krishti. Hajde mili lirë, merre për vita i për në tepsi. Një skenë që përjetëson një prej momenteve unike të historisë së njerëzimit, që e ka kthyer këtë fshat në fokusin e mbarë shqiptarëve, që duan të shohin dhe përjetojnë nga afër këtë realitet. Këto net që bëhen shfaqje angazhohen në mënyrë të pamos, që dal diçka sa më mirë dhe diçka që të ketë edhe një lajm paqe, ashtu sikur se na ka pru dhe me besimin dorë sikur na ka pru Krishti. Duket sikur se po hyn në një qytet brenda fshatit, edhe një qytet të atyre viteve. Dhe kostumografia është e gjitha e punume nga motrat tona, së bashkët me disa personat e tjerë që kanë qip, por ma shumë motrat stigmatine që jetojnë këtu, kanë punu tash gjithë të vite që është banë, të 7 vite që është banë Betlehemi, kanë punu gjithçka me qepjet e me gjithçka. Janë rreth 300 aktorë që angazhohen vullnetarisht për të sjellë Betlehemin e gjallë, ku më i vogli është fëmia disa muajsh në rolin e Krishtit të sapo lindur. Këto të reja që për 7 vit radhazi po e çojnë në kam këtë fest, kanë një zell për të pas zili me të thënë drejtën, por ka sfidat e veta, të fillu qysh të ndërtimi, që është një pjesë shumë e rëndësishme, por më sfiduese është bashkimi tonë të njerëzve në një dëshirë të vetme, me vullnetin e tyre të mirë, e për këtë herë të bekuar sepse ato e kanë vetë në gjatë këtë gjë. Kjo duket sikur të shton të zellin edhe të jep pak zemër për me tejkalu dhe me çu në kohë edhe deri në nivelet që na mendojmë se mund ta çojmë organizimin e kësaj gjaje. Me kalimin e kohës ka ardhur si me thënë gjaja tu sistemu vetvetiur, për shkak se ne kena përdor një metodë, sepse në Betlehemin e gjallë duhet ta theksoj këtë, sepse ka pas shumë abuzime kohët e fundit. Hyrja është e lirë, çdo nuk ka bilet, çdo gjë që serviret, nga ushqimi, pijet janë gjitha gratis. Të sjell me tamam në mesjet, domethënë edhe shikon megjithëse se sikon jetu dhe se sikon punues, janë bë punimet e dorës. Është komplet një treg i veçantë, domethënë shumë bukur, tepër bukur, është krejt magji. Kjo traditë e famullisë së Hajmelit në dioqezën e Sapës është kthyer në një atraksion turistik. Në natën e parë ishin mijëra vizitorë nga gjithë Shqipëria, por edhe miq të huaj. Betlehemi i gjallë pritet të vizitohet nga të shumë të tjerë, të cilët do të kenë mundësi edhe në 2 data të tjera, 27 dhjetor 2025 dhe në 2 janarin e vitit të ri 2026.